Përshëndetje, në këtë video do t'ju tregoj disa produkte të reja që kam marrë për fytyrën. Produkti i parë është ky Larsi. Më kanë dhe një Lars tjetër, që është ky me BHA nga Anua. Mirë po, ky Larsi nuk di pse më duket sikur më shkakton shumë disa të rresha të kjo zona këtu. Dhe prandaj vendosa të marr një Lars më të butë dhe hidratues. Dhe që takte nga Centella. Nga Skin 104, nuk e di si thuhet tani, po. Ky ka këtë teksturën kështu. Nuk e shikoni fare, por që kjo bën shumë të lehtë. E qa e fshi në fytyrën juve? Unë e fshi me letër, nuk e fshi asnjëherë me peshqir. Produkti i dytë, jam duke hapur është prap nga kjo Skin 104, Madagascar Centella. Dhe është ky serum këtu. Në fakt unë doja që të merrja atë që ishte me titri, mirë po në arse nuk e gjeta. Dhe nga që nuk e gjeta, tash okej, po marr këtë. Me Centella është prapë. Tani shpresoj që të më mbaj lëkurën shumë mirë dhe të më hidratoj dhe të më hiq këto gjërat. Edhe po, produkti i fundit që kam marrë është kremi hidratues, që është prapë nga njëjta linjë. Do ta hapet e do t'ja u tregoj, por këtë e kam marrë për ta përdorur në darkë, sepse në mëngjes unë nuk përdor hidratues, vendos vetëm SPF. Po e hap, se të tregoj pak teksturën, që kam mbyllur, sa mirë. Sa mirë që këto produktet koreane kanë filluar të vinë të gjitha kështu të paketuara, të vullosura. Më përpara, herë vini dhe herë jo. E pra tregoj pak teksturën si duket kështu. Tani të që ndora unë ta vendos në fytyrë. Dhe po, si që kam treguar, unë e më bërë mami, sa teksturë lehtë. Ajo që doja t'ju thoja është se pavarësisht, domethënë, situatave që vinë në jetë, edhe kur jemi vetëm, edhe kur bëhemi me fëmijë, është mirë që neve të kujdesemi gjithmonë për veten tonë. Në paket nuk duhet të harrojmë asnjëherë kujdesin ndaj vetes. Po, nisë mesazh i rëndësishëm që duhet t'i jepim vetes ja. Dhe hidratuesi që unë përdor është është nga një Italin, Skin 104, Centella, një qësoj. Po, hidratuesi më ka pëlqyer goxha. Dhe ja, ka një teksturë kështu të lehtë. Edhe kur vendose në fytyrë nuk lak as të varg. Ju nuk e shikoni, por që unë që e përdor çdo ditë, domethënë. Dhe që kam kohë që e përdor, dhe unë më ka marrë prapë. Këtë hidratuesi, SPF-n më pëlqen shumë. Dhe po, kjo ishte videoja që kisha përgatitur për sot. Unë uroj që kjo video t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po mos harroni të më bëni një like, dhe për më shumë video të tjera nga unë, më bëni subscribe. Shihemi në një video tjetër. Bye!